E vërteta që nuk u tha, se Ilir Vrenozi u largua papritur nga Big Brother VIP. Largimi i Ilir Vrenozi nga Big Brother VIP ka shkaktuar shok te publiku dhe banorët, duke ndezur një val të fortë reagimesh në rrjetet sociale. Askush nuk e priste që një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni të hiqte dorë nga loja në mënyrë kaq të papritur. Sipas informacioneve të bëra publike, Ilir Vrenozi u largua për shkak të një gjendjeje të rënduar emocionale dhe shqetësimeve shëndetësore, të cilat ai nuk arriti më t'i përballonte brenda izolimit të shtëpisë. Presioni psikologjik, mungesa e lirisë dhe tensionet e vazhdueshme e çuan drejt një vendimi drastik. Momentet e fundit të Ilirit në shtëpi ishin tejet emocionale, lot për qafime dhe fjalë të mire që prekën edhe banorët e tjerë. Reagimet nuk vënuan as nga publiku, ku shumë ndjekës u shprehen të habitur dhe kërkuan më shumë sqarime mbi atë që ndodhi realisht. Pas daljes, vetë Iliri pranoi se nuk ndihej më në gjendje ta vazhdonte lojën, duke theksuar se shëndeti dhe qetësia personale janë më të rëndësishme se çdo çmim apo fam. Largimi i tij ndryshon totalisht balancat e lojës dhe hap një debat të fortë. A ishte ky një vendim i detyruar nga presioni apo kishte arsye të tjera që ende nuk janë bërë publike?